shkelja e gjitha parimeve bazë në themelore të zgjedhjeve elektorale të sankcionuara këto në raportin paraprak të SBE-Odirit. Por ka persona që u intereson të lexojnë vetëm një frazë. Ata mashtrojnë vetën dhe të tjerët. Raporti i referohet kartës së Kopenhagenit, dokumentit Kopenhagenit për zgjedhjet, kodit të Venecias, dokument të Këshillit të Europës për zgjedhjet, të Komitetit të Organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe një seri dokumentash tjera. Sipas këtij raporti janë thyer dhe dhunuar nenet themelore të 15 dokumentave kryesor që ekzistojnë sot për drejtat e njeriut dhe zgjedhjet e lira. Kështu që zgjedhjet janë një kufom e pakallur akoma. Janë të vdekura. Dhe pyetja e dytë... Ndaj dhe ti e pe vetë takimin si ishte, mortor, merë shife. Ata po të kishin mundësi as qerpik nuk i lëviznin. Aq të ngrirë, s'kisha pa ftyra më njerë. As në filmat. As në filmat me narkos nuk kishe pa ftyrat atilla që nuk lëviznin. Po? Dhe pyetja tjetër, zoti Berisha, pa 8 vitet e bashkës si kryetari i Partisë Demokratike, këtë forcë politike e keni drejtuar ju. Pra 20 e ca vite drejtuesi i kësaj force politike keni qenë ju. A nuk e keni menduar ndonjëherë se lënia e kësaj force politike, një leadershipi të ri do jepte një tjetër frymëmarrje për të përballur me këtë regjim që ju e cilësoni? Edhe njerë këtë sa vite the? Mos të bëj një gabim, thash 20 e ca vite duke hequr 8 vitet e bashkës. Po. Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më shtrohet mu dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri, erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodhe me antarësia e PD-s, po unë e mbështeta, masi u zgjodh e mbështeta, pa diskutim sepse unë isha thjesht një antar partije lojal i forcës sime politike, por s'mund të thosh se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këte, se unë kur nuk besoj në të pasrëndësueshëm. Por pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që e kam provuar. E kam faktur. Dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të bëj. Unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjenerat e re do të jetë një shans i madh për forcën politike. Po, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju jeni pyetur shpesh gjatë fushatës elektorale se sa ka kushtuar strategu që ju sollët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë të mundur sjelljen e Partisë Demokratike në pushtet. Kjo që nuk ndodhi, por po ashtu nuk po ndodh as transparenca që Partia Demokratike e premton shpesh, lidhur edhe me kontratën, se sa ka kushtuar kontrata e Kris Lasifitas. Pse Partia Demokratike nuk po e bën publike? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, a ja vletën parat që dhat për Kris Lasifitan? Faleminderit. Edhe një herë, kontraktimi i Kris Lasivita, yllit
të suksesit botëror elektoral, bashkëkryestrategut të rikthimit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit, presidentit Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, mendoj se ishte akti më i mirë dhe më i rëndësishëm që bëri Partia Demokratike. Pse? Sali Berisha ka një eksperiencë të gjatë elektorale, shumë të pasur, por përsëri, në qoftë se ai do ecte në këtë fushatë elektorale pa një ekspertizë, ai do gabonte. Pse merret këshilltari elektoral? Këshilltari elektoral merret si një garant i bashkëkohësisë së fushatës. Dhe unë besoj se ai drejtoi fushatën më të suksesshme në histori. Dhe ai solli ekspertizën e tij, solli vlerësimet e tij. Bashkëpunim i ngushtë, bashkëpunim shumë i ngushtë, intensiv, i frutshëm, midis partisë sonë dhe Krishna Civita. Por, dhe instruksionet, udhëzimet, sigurisht që janë marrë parasysh plotësisht. Por çfarë tregon kjo? Kjo tregon qartë se farsa elektorale, atë që kam theksuar, farsa elektorale nuk fitohet kur nga opozita. Nuk fitohet kur nga opozita. Dhe më shumë se kur u faktua në këto zgjedhje. Në këtë farsë elektorale, ne patëm ekspertizën më të mirë. Dhe bëm fushatën, ja u themun ju, më të mirë të jetësime. Paraqitëm programin më transformues, por asnjë nga këto nuk mjaftonte për të bërë fituese opozitën në një farsë elektorale. Tani, ju shtroni problemin e transparencës. Absolutisht do të jetë transparente në afatin që përcakton ligji. Ka një ligj zgjedhor, i cili detyron forcat politike që të gjitha shpenzimet për fushatën e tjera do t'i bëjnë në këtë muaj apo këtë datë, do të pa kodin, dhe ai do zbatohet. Ai ja vlente shumë. Shumë. Sepse kjo është një betejë e një rëndësie të jashtëzakonshme për fatin e Shqipërisë dhe demokracisë. Dhe kjo faktoi pra se farsa është dënim me vdekje i votës së lirë para se të hyjnë kuti. Kaq. Kjo është. Opozita në parlament
do të denancoj me të gjithë forcën e saj farsën elektorale të vitit të maj të vitit 2005. Tani për 2025, më falë. Tani për opozitën nuk ka. Tema qendrore është farsa elektorale dhe narko-diktatori që organizoi farsën. Është e përqendruar totalisht në këto.